Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Albona, shumë faleminderit gjithëve. Shenja e Virgjëreshës është shumë edukuar pozitivisht. Të dy vendosjet më të rëndësishme pra edhe hëna dhe dielli janë të vendosura në kënd pozitiv me ta. Sidomos hëna është e vendosur në kënd pozitiv edhe me nyjen jugore, që është e vendosur në këto momente tek shenja e Virgjëreshës. Nyja jugore në të vërtetë neve na sjell shumë sfida në jetën tonë, duke qenë se e trondit mirë jetën tonë, në mënyrë që ne të kuptojmë mirë se çfarë duam, se cila është jeta që dëshirojmë që të jetojmë e të tjerë. Pra na sfidon pak në mënyrë që ne të njohim më mirë veten tonë, por kjo hënë e plot, duke qenë se hëna do të jetë në kënd pozitiv me pikërisht nyjen jugore, do të thotë që do të kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe nga sistemi. Nëse kemi pasur probleme me të ardhurat materiale, kjo është periudha ku këto jo vetëm do të mbarojnë, po do të kemi edhe krijimin e burimeve të reja. Vlerat monetare në këto momente do të kemi një shtim të dukshëm. Sidomos ato që vijnë nga bashkëpunimet. Në qoftë se keni mundësi që të bëni bashkëpunime me persona të cilët ndodhen në shtetit, do t'i këshilloja me ngulm, ose mund të kemi edhe produkte të ndryshme të cilat ekzistojnë jashtë shtetit dhe dëshirojmë që të bëjmë tregti në lidhje me to, edhe këtë të këshillojmë me ngulm. Për shenjën e Virgjëreshës, këto janë tema të cilat janë shumë praktike, sepse do të jetë fokusuar pikërisht tek prakticiteti që kanë në jetën e saj. Për sa përket çështjes shpirtërore, shenja e Virgjëreshës ka një periudhë të gjatë që po e njeh mirë veten e saj edhe në këtë prizëm. Prandaj edhe në këto momente po krijon një balancim vërtet shumë i madh në këtë pikë. Komunikimi, prezantimi me persona të rinj, njerëz të rinj që po hyjnë në këto momente në jetën e tyre, do të bëjmë pak a shumë persona të tyre, persona që do të kalojnë më tepër kohën. Dhe si rrjedhoi kësaj, mund të kemi edhe një ndryshim shumë të dukshëm ose shumë në pozitive të relievit të shoqërisë së tyre. Në qoftë se kemi pasur zhgënjime tek shoqëria, në qoftë se kemi pasur persona të cilët ndoshta kanë manipuluar apo në një farë mënyrë na kanë shkaktuar dëme materiale pas gjithmonë, farikse hanë të plotë të gjitha këto do të shpërblen, do të kemi një drejtësi hyjnore, më duhet të them. Pra në qoftë se ne kemi humbur një, do të marrim tashmë, ne do të na rikthehet personave që na kanë mashtruar, normalisht që do t'ju iki. Nuk i kuptojmë apo se kuptojmë, nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është në këtë moment për shenjën e Virgjëreshës që do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të ardhurave materiale. Kjo në përgjithësi do të vijë nga rrethi i tyre ngushtë dhe mendimin edhe të punës që ata kanë bërë deri në këto momente. Kemi një balancim të dukshëm edhe të mirëqenies që ata kanë brenda shtëpisë, po ashtu edhe të marrëdhënieve që kanë me partnerët e tyre. Për të gjithë ata që nuk kanë një lidhje sentimentale, ky është një ndër momentet ku jemi pak më tepër romantik. Unë personalisht do të këshilloja që të fokusohemi pak edhe këtu. Në qoftë se jemi në një lidhje afatgjatë, ky është një moment që mund ta shndërrojmë atë lidhje ose mund ta rikonstrukturojmë edhe në anën shpirtërore, duke qenë se të dy partnerët mund ta kemi më të thjeshtë për të perceptuar njëri tjetrin. Kemi një mirëkuptim shumë të lartë nga kjo hënë plot dhe shenja e Virgjëreshës do të ndikohet në mënyrë më pozitive se të gjitha të tjera pothuajse në këtë pikpamje. Për sa i përket shëndetit, shenja e Virgjëreshës do të jetë e prekur tek sistemi ose me tek rrugët e frymarrjes, dhe mund të kemi edhe të prekur dhe sistemin tretës. Normalisht që vazhdojmë që të jemi gjatë tetorit roz. Unë personalisht, derisa të arrim tek hëna plot, do t'i këshilloj që të shkoni të bëni analizat e nevojshme, por pika ku do të jemi pak më të prekura dhe që mund të ndiejmë bile një farë trysnie, është pikërisht tek pjesa e belit dhe tek sistemi tretës. Për të gjithë ata që kanë probleme me belin bile, do t'i këshilloj që në këto momente të mos e sforconi shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Okej, pra, natën e mirë.